Kuvendi e zgjodhi Nenad Savevskin si kryeprokuror të shtetit. Asnjë deputet nuk ishte kundër emrit të tij. Gjykata shqipton vendimin për të dënuar me 1 vit burg 21 vjeçarin që sulmoi partneren shtatzën. Opozita akuzon qeverinë se nuk po vepron si duhet për të parandaluar rritjen e çmimeve të naftës. Izraeli njoftoi se ka vrarë ministrin iranian të inteligjencës. Kryediplomati iranian thotë se sistemi politik i Iranit është i fortë. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Me 66 vota për, Kuvendi e zgjodhi prokurorin Nenad Savevski si kryeprokuror. Debati zgjati rreth 3 orë dhe asnjë deputet nuk ishte kundër emrit të tij. Deputetët e LSDM-s thanë se nuk janë kundër emrit të tij, por kundër faktit se ai është propozim i qeverisë. Deputeti Skender Xhepi rikujtoi se pse qytetarët shqiptar kanë besim shumë të ulët në sistemin e drejtësisë, ndërsa deputetët e koalicionit Vlen të pranishëm në sallë nuk morën pjesë në debat. Nenad Savevski mori mbështetjen e Kuvendit për postin e kryeprokurorit publik. Votimi i tij kaloi me 66 vota pro, 2 kundër dhe 8 abstenime. Gjatë debatit në Kuvend, deputetët nuk kishin asnjë kritik për përvojën e tij, por debati u përqendrua në pjesën se sa ai do të ketë sukses të arrijë besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Nuk ka debat, ku nuk ka kritika serioze për sistemin prokurorial, gjyqësor, ashtu siç nuk është rastësi, rejtingu i këtyre 2 institucioneve është rreth 2%. Kjo do të jetë një detyrë serioze për prokurorin e ri publik që do ta propozojmë, master Nenad Savevski, një njeri që ka qenë në sistemin prokurorial dhe gjyqësor për një kohë të gjatë me përvojë serioze, një njeri që ka qenë prokuror, gjyqtar dhe tani do të ketë përsëri shansin të jetë i pari midis prokurorëve. Nga LSDM duke shprehur qëndrimin e tyre për prokurorin, thanë se nuk janë kundër emrit të tij, por kundër faktit se ai është propozim i qeverisë. Noviot predlog zakon sodrži nekoliko... LSDM nuk voton për, as kundër, nuk votoj më kundër, sepse kjo do të interpretohej nga qeveria si pengimi i agjendës europiane. Agjenda europiane është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne, ndryshe nga ajo që ai lat më një anë, edhe pse Savevski ka përvojë punë disa vjeçare në sistemin e drejtësisë dhe është njohës i procedurave, por nuk e përjashton shqetësimin për kontroll politike. Deputeti Skender Xhepi Zedi kujtoi se pse qytetarët shqiptar kanë besim shumë të ulët në sistemin e drejtësisë. Në këtë qytet, shumica e qytetarëve, po në veçanti shqiptarët, kanë qenë ata të cilët kanë qenë të zhgënjur nga prokuroria, sepse nga ndaj tyre nuk është zhvilluar proces drejtësie, por drejtësia apo prokuroria është shndruar në instrument i drejtësisë selektive. Këtë nuk po e them për arsye politike, por e them për arsye në besueshmërisë aq të ulët që është në institucionin e drejtësisë dhe në prokurori. Ndërka Qerina Ajdari, koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian, tregoi qëndrimin e tyre. Kushtet formale juridike, kandidati në fjalë plotson, por pritshmëria jon është që ai do të duhet të kujdeset maksimalisht që drejtësia të mos jetë selektive. Për të gjitha këto arsye, grupi ynë parlamentar ka vendosur të mbajë qëndrim të përmbajtur në këtë votim dhe do të abstenoj. Deputetët e koalicionit Vlen të pranishëm në sallë nuk morën pjesë në debatin për zgjedhjen e prokurorit publik. Nenad Savevski ishte propozimi i qeverisë. Aktorët politik në Maqedoninë e Veriut duhet që të ndalojnë sulmet ndaj institucioneve gjyqësore. Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian Thomas Vajc ka propozuar një amendament me të cilin theksohet rëndësia e pavarësisë së Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve.
Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, ka propozuar një amendament me të cilin tregoi qartë se ku ai e sheh problemin rreth drejtësisë. Në një nga amendamentet, Vajc u bëri thirrje të gjithë aktorëve politik që të ndalojnë sulmet ndaj institucioneve gjyqësore, ku u theksua se Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin e Prokurorëve të respektojnë pavarësinë e tyre dhe të ndalojnë ndërhyrjen në punën e tyre. Amendamenti vjen në një kohë pasi një deputet i pushtetit në kuvent ka deklaruar se 3 gratë e PSP-s janë njollosur më shumë se 3 dergucët, duke përfshirë edhe prokuroren publike Lençe Ristoska, e cila ishte një nga kandidatet për prokuror të ri publik të shtetit. Ndërkaq, me një amendament tjetër, Vajc e ka identifikuar edhe më drejt për drejt shkakun pse nuk ka drejtësi në shtet, në vend që fajt u hidhet vetëm organeve të drejtësisë. Në të, ai ka shprehur keqardhje të thellë që ndryshimet në kodin penal, që nga viti 2023 vazhdojnë të minojnë ndjeshëm përpjekjet për luftën e korrupsionit, ku thotë se veçanërisht në ndjekjen e rasteve të korrupsionit në nivele të larta. Në amendament, gjithashtu thuhet se ndryshimet e fundit, të cilat janë kritikuar ashpër nga ekspertët dhe shoqëria civile, ku sipas Vajc nuk kanë sjellur zgjidhje. Vajc në amendament ka njoftuar se i bëjnë thirrje autoriteteve që urgjentisht të përgatisin ndryshime në kodin penal ekzistues dhe në bashkëpunimin e ngushtë me BE-n dhe në palët e tjera relevante të interesuara për të adresuar ndikimet negative nga ndryshimet e bëra në shtator 2023 dhe në janar 2026 për të siguruar zbatimin e tyre efektiv. Gjykata e ka dënuar me 1 vit burg 21 vjeçarin që sulmoi partnerin e tij shtatzën. Ngjarjet ndodhen më 19 dhe 20 shkurt në shtëpinë e çiftit në Lozov. 21 vjeçari R.A. nga Lozova është dënuar me 1 vit burg për dhunë në familje, pasi sulmoi partneren e tij 34 vjeçare. Ai u shpall fajtor nga gjykata themelore në Shën Nikol për 2 vepra, lëndim trupor dhe privim të paligjshëm të lirisë. Sipas akt akuzës, ngjarjet ndodhen më 19 dhe 20 shkurt në shtëpinë e çiftit. Duke vepruar mbi aktakuzën e paraqitur nga Prokuroria Publike e Shën Nikollës, gjykata lëshoi vendim të formës jo të prerë me të cilin R.A. u shpall fajtor për veprën penale, lëndim trupor dhe privim të paligjshëm të lirisë dhe u dënua me 1 vit burg. Ndryshe R.A. përveç se sulmoi fizikisht, ai viktimës i mori telefonin celular dhe çelsat e makinës. Kur vajza humbi ndjenjat nga goditjet, ai e çoi në banjo, ku e solli në vete me ujë të ftohtë, pas së cilës filloi ta tërhiqte për flokësh dhe ta godiste përsëri me grushte në kokë dhe trup. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të derivateve të naftës ka shkaktuar përplasje të ashpra mes partive politike në vend. Bashkimi Demokratik për Integrim thekson se rritja e çmimeve u ka kushtuar qytetarëve në Tetov, Gostivar dhe Kumanov deri në 650 euro më shumë në vit. Ndërkaq, LSDM paralajmëron se rritja e çmimeve të karburantave do të reflektohet edhe në çmimet e ushqimeve dhe energjisë. Ata propozojnë masa konkrete për fshiruljen e TVSH-s dhe akcizët për karburantët, si dhe heqjen e TVSH-s për produktet bazë ushqimore. Ngritja e çmimeve të derivateve të naftës vazhdon të përplas partitë politike, por opozitën fajtor për ngritjen e çmimeve është pushteti. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon se për shkak të rritjes së çmimeve, qytetarët e Tetovës, Gostivarit dhe Kumanovës harxojnë deri në 650 euro më shumë brenda një viti. Nga BDI kanë zbuluar të dhëna sipas të cilave del në pah mos intervenimi i qeverisë përballë rritjes dramatike të çmimeve të derivateve të naftës. Duke u bazuar në konsumin vjetor, mujor dhe ditor në Maqedoninë e Veriut, rezulton se konsumi i derivateve të naftës për transport arrin rreth 720.000 ton në vit përkatësisht. Konsumi mujor 60.000 ton ose 60 milion litra, konsumi javor 15.000 ton ose 15 milion litra dhe konsumi ditor 2.000 ton ose 2 milion litra. Mosndërhyrja e qeverisë po u kushton qytetarëve dhe bizneseve rreth 685.000 euro në ditë ose mbi 5.15 milion euro në javë. Me reagim kanë dalë edhe nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, të cilët paralajmërojnë se pas rritjes së çmimit të derivateve do të pasojë rritja e çmimit të produkteve ushqimore, po edhe të energjisë elektrike. Sipas LSDM-s, edhe nëse çmimet e derivateve stabilizohen më vonë, çmimet e marketeve shpesh mbeten të larta.
Për LSDM-n, vendet e rajonit po ndërmarrin hapa konkrete për të ndihmuar qytetarët, ndërsa tek ne qeveria heq dhe kujdeset vetëm për interesat e veta biznisore dhe tenderët. LSDM ka përgatitur një paketë zgjedhjesh ligjore që do t'i dorëzojë në kuvent. Ulje e TVSH-s për karburantet nga 18% në 5%. Ulje e akcizës për 4 denar, 0% TVSH për produktet bazë ushqimore, për gjysmimin e çmimit të pikë pagesave rrugore. Akuzat e opozitarëve ndërlidhen edhe me pohimet e kryeministrit se vendi ka çmime të derivateve më të lira në rajon dhe rritjes enorme prej 21 denarësh të çmimit të derivateve brenda vetëm një jave. Ndërkohë, rritja e fundit ndodhi me njëherë pasi kryeministri paralajmëroi ulje prej 2 denarësh. VMRO DPMN akuzon lidhjen e sindikatave se nuk i mbron punonjësit, por është mashë e LSDM-s. Deputeti Brane Petrushevski thotë se protesta e sindikalistëve organizuar dhe mbështetur nga logjistika e LSDM-s ka përjetuar fiasko. Ndonse për dikë protesta e lidhjes së sindikatave për rritjen e pagës minimale në 600 euro ishte e suksesshme për VMRO DPMN, kjo ishte debakëll i përbashkët i sindikatës dhe LSDM-s. Deputeti Brane Petrushevski thotë se protesta e sindikalistëve e organizuar dhe e mbështetur nga logjistika e LSDM-s ka përjetuar fiasko. Sipas Petrushevskit, dështimi i protestës është dëshmi se qytetarët nuk bien prej skenareve politik dhe nuk lejojnë që të keq përdoren nga LSDM-ja. Për Petrushevskin, këto janë përpjekje të dështuara të LSDM-s për t'u kthyer në lojë. Deputeti thotë se në protest nuk morën pjesë punonjësit, por ata ishin thjesht ushtar partijak të opozitës. Qytetarët i kuptuan manipulimet dhe e injoruan teatrin politik të LSDM-s, duke i dërguar mesazh se ky lloj abuzimi prej kohësh nuk kalon më. Lidhja e sindikatave në vend që të jetë mbrojtëse të drejtave të punëtorëve u shndrua në mashë të LSDM-s. Teatri LSDM-s dhe LSM-s nuk është një luftë sindikale, por një abuzim politik ku LSDM i shfrytëzoi punëtorët për pikë dhe qëllime politike, ndërsa problemet reale të punëtorëve i la të pasgjidhura. Kjo nuk është hera e parë që VMRO DPMN akuzon lidhjen e sindikatave për afërsi me partinë opozitare. Partia në pushtet më herët ka akuzuar se kreu i lidhjes së sindikatave, Slobodan Trendafilov, përmes protestave, po mundohet t'i kthej borxhin LSDM-s, e cila e solli në krye të kësaj sindikate. 2 persona, një nga Shkupi dhe një tjetër nga Kumanova, janë diagnostifikuar me malarie pas kthimit nga udhëtimet në Zanzibar dhe Sierra Leone. Sipas të dhënave, infeksionet janë importuar nga jashtë vendit dhe nuk kanë origjinë vendase. Për këtë arsye, institucionet bëjnë apel për informim dhe reagim të shpejt, pa krijuar panik tek qytetarët. Raste të ngjashme janë regjistruar edhe në muajin shkurt, kur 2 persona të moshës 40-60 vjeç, po ashtu edhe nga Shkupi dhe Kumanova rezultuan të infektuar pas qëndrimeve në zona ku malaria është e pranishme. Ajo zakonisht fillon me ethe, dhimbje koke dhe të dridhura dhe simptomat zakonisht shfaqen 10 deri në 15 ditë pas pickimit nga një mushkonjë e infektuar. Zëvendës Ministri i Bujqësisë Albrim Hoxha ka njoftuar se janë realizuar pagesa në vlerë prej mbi 280 milion denarësh për më shumë se 4.700 përfitues, në kuadër të programeve për mbështetje financiare në bujqësi. Sipas njoftimit, këto mjete janë destinuar për disa kategori kyçe të prodhimit bujqësor, duke përfshirë pagesat për qumshtin e lopëve, deleve dhe dhive, mbështetjen për krerë gjedhi të rritur ose therrur si dhe për zogj, një ditor brojler dhe pula një ditore për vezë. Zëvendës Ministri Hoxha theksoi se këto masa përfaqësojnë mbështetje konkrete për fermerët dhe ndikojnë drejt për drejt në rritjen e prodhimit vendor. Këto masa konkrete që forsojnë prodhimin vendas dhe mbështesin punën e përditshme të fermerëve tanë, shkruan ai. Sipas Hoxhës, mbështetja financiare do të vazhdojë edhe në periudhën e vijim me qëllim përmirësimin e kushteve në sektorin bujqësor dhe rritjen e konkurrueshmërisë së prodhuesve vendas.
Komuna e Çajirit ka realizuar një aksion të gjerë pastrimi në prag të festës së Fitër Bajramit. Aksionin e udhëhoqi kryetari Izzet Mexhiti në bashkëpunim me ndërmarrjet publike dhe zjarfikësit vullnetar. Ky aksion përfshin pastrimin e rrugëve, qarkësisë së vjetër, oborreve të xhamive dhe hapësirave publike. Mexhiti theksoi se qëllimi është që qytetarët ta presin festën në një ambient të pastër dhe dinjitos. Në vigjilje të festës së Fitër Bajramit në orët e vona të mbrëmjes është realizuar një aksion pastrimi gjeneral në të gjithë territorin e komunës së Çajirit. Aksionin e udhëhoqi vetë kryetari i komunës Izzet Mexhiti në koordinim me ndërmarrjen publike higjiena komunale, ndërmarrjen publike parqe dhe gjelbrime, si dhe shoqatën vullnetare të zjarfikësve Bajram Miftari. Mexhiti deklaroi se komuna e Çajirit çdo ditë angazhohet për mirëmbajtjen dhe pastrimin e hapësirës publike, ndërsa ky angazhim po intensifikohet edhe më shumë në vigjilje të festës së Fitër Bajramit. Ashtu si që është tradit në familjen tona, në prag të festës së Bajramit, pra pastrohen shtëpit, pastrohen oborret, njëjtë mënyrë pra po e pastrojnë në mënyrë gjenerale komunën e Çajirit, rrugët dhe rrugicat, ditëve në vijim dhe do pashtu me theks të veçantë një pastrim gjeneral të qarkësisë së vjetër, të oborreve të xhamive, krejt ajo që është hapësirë publike. Sipas Mexhitit, është përgjegjësi institucionale që qytetarët të presin festën e Bajramit në një ambient të pastër, të rregullt dhe dinjitoz. Ndryshe mbledhja e mbeturinave mbetet problem dhe sfidë serioze për institucionet lokale. Për të vënë në kontroll këtë gjë, qyteti i Shkupit ka marrë vendim për ndalimin e hedhjes së mbeturinave pas orës 22. Ka përfunduar evakuimi të gjithë qytetarëve nga vendet e lindjes së mesme, të cilët ishin regjistruar dhe kishin shprehur gatishmërinë për evakuim. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme njoftoi se u evakuan gjithsej 147 pasagjerë, nga të cilët 119 ishin shtetas të vendit dhe 28 ishin shtetas të huaj. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme informon se me fluturimin e djeshëm, evakuimi i të gjithë qytetarëve nga vendet e lindjes së mesme, të cilët ishin regjistruar dhe kishin shprehur gatishmëri për evakuim, ka përfunduar plotësisht. Me fluturimin e fundit të pestët që zbarkoi dje në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, nga ministria thonë se u evakuuan gjithsej 147 pasagjerë, nga të cilët 119 ishin shtetas të vendit dhe 28 ishin shtetas të huaj. Në këtë mënyrë, shteti tregoi gatishmërinë e tij për të reaguar në kohë në situata krize, për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve maqedonas, por edhe për të treguar solidaritet me qytetarët nga vendet mike në rajon dhe më gjerë. Këto janë fluturime të organizuara charter, ku të gjitha shpenzimet për zbatimin e tyre i mbulon shteti. Me realizimin e këtyre fluturimeve, numri i përgjithshëm i qytetarëve të evakuuar arrin në 605. Ministria thekson edhe një herë se siguria e qytetarëve është përparësia më e lartë, gjë që konfirmohet nga fakti se evakuimi i të gjithë qytetarëve që shprehën interes për t'u kthyer në vend ka përfunduar plotësisht. Gjithashtu, informojmë se numri i telefonit SOS në detyrë, si dhe kontaktet e përfaqësive diplomatike dhe konsullore mbeten në dispozicion të qytetarëve. Pas vrasjes së shefit të sigurisë kombëtare dhe kreut të forcës paramilitare Basi, Izraeli sot ka vrarë edhe ministrin e inteligjencës së Iranit, ndërkaq ministri i punëve të jashtme i Iranit ka deklaruar se sistemi politik i vendit të tij mbetet i fortë pavarësisht vrasjes së zyrtarëve të lartë. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, tha sot se ministri i inteligjencës i Iranit, Esmail Khatib, u vra në një sulm ajror gjatë natës në Teheran, transmeton Anadolu. Ministri iranian i inteligjencës, Khatib, u eliminua gjithashtu gjatë natës. Tha Katz në një deklaratë të lëshuar nga zyra e tij dhe të cituar nga portali i lajmeve The Times of Israel. Ai theksoi se kryeministri Benjamin Netanyahu ka autorizuar ushtrinë të eliminojë çdo figurë të lartë
iraniane pa patur nevojë për miratim shtesë. Nuk ka patur asnjë përgjigje të menjëhershme nga Irani për pretendimin Izraelit. Ndërsa një ditë më parë forcat izraelite vranë shefin e sigurisë iraniane, Ali Lariani dhe Gholamreza Soleimani, kreun e forcës paramilitare Bazi. Ministri i punëve të jashtme i Iranit, Abbas Arkhi, ka deklaruar se sistemi politik i vendit të tij mbetet i fortë, pavarësisht vrasjes së zyrtarëve të lartë në sulmet e SBA-s dhe Izraelit, si dhe ka këmbëngulur se veprime të tilla nuk do të dobësojnë strukturën e shtetit. Në një intervistë për Al Jazeera, ai tha se Republika Islamike ka një sistem politik të qëndrueshëm. Nuk e di pse amerikanët dhe Izraelët ende nuk e kanë kuptuar këtë. Republika Islamike e Iranit ka një strukturë të fortë politike me institucione të konsoliduara politike, ekonomike dhe shoqërore, tha ai. Izraeli dhe SBA-ja kanë vazhduar një ofenzivë të përbashkët kundër Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani rreth 1300 persona, përfshirë liderin suprem të atëhershëm Ayatollah Ali Khamenei. Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dron dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordanin, Irakun dhe vendet e gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregje globale dhe aviacionin. Komisionerja për zgjerim Marta Kos bëri të ditur se Mali i Zi ka mbyllur 14 kapituj të negociatave, duke shtuar kështu drejt një antarësimi të sigurt në BE. Mali i Zi është vendi kandidat më i përparuar në rrugën drejt BE-s. Sot mbyllëm një tjetër kapitull negociatash, duke e quar totalin në 14. Por ende ka shumë punë për të bërë. Tani është momenti për të mbajtur ritmin e reformave, me një fokus të fortë në sundimin e ligjit, shkruan Kos. Një ditë më parë, ajo njoftoi se edhe Moldavia ka përparuar shumë drejt integrimit. Sipas një raporti të OKB-s, rreth 4.9 milion fëmijë kanë humbur jetën para se të mbushnin 5 vjeç në vitin 2024, ndërsa progresi në uljen e vdekshmërisë së fëmijëve është ngadalësuar ndjeshëm, transmeton Anadolu. Raporti është përgatitur nga UNICEF, Organizata Botërore e Shëndetësisë, Banka Botërore dhe Divizioni i Popullsisë së OKB-s. Asnjë fëmijë nuk duhet të vdes nga sëmundje që dim si t'i parandalojmë, por po shohim shenja shqetësuese se progresi në mbjetesën e fëmijëve po ngadalësohet, tha drejtoresha ekzekutive e UNICEF-it, Katerin Rusell. Të porsalindurit përbënin pothuajse gjysmën e të gjitha vdekjeve, duke reflektuar progres më të ngadaltë në parandalimin e vdekjeve rreth kohës së lindjes. Komplikimet nga lindja e parakoshme përbënin 36% të vdekjeve të porsalindurve, pasuar nga komplikimet gjatë lindjes me 21%. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.